politikës së zgjerimit të Bashkimit Evropian. Shqipëria po shënon një tjetër hap të rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në konferencën ndërqeveritare më BE-n, Tirana pritet të mbyll 3 kapituj të negociatave, duke konfirmuar ritmin e shpejt të procesit të integrimit dhe duke u rënditur ndër vendet më të avancuara të rajonit në këtë proces. Kapitujt që pritet të mbyllen janë 25 shkenca dhe holumtimet, 26 arsimi dhe kultura dhe 30 marrëdhëniet me jashtë. Komisionarja për zgjerim e Bashkimit Evropian, Marta Kos, deklaroi se Shqipëria po ecën në drejtimin e duhur drejt antarësimit, duke theksuar se vendi pritet të mbyll kapitujt e parë të negociatave. Sot është një super e martë për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Për herë të parë në më shumë se 2 dekada, po zhvillojmë 4 konferenca të antarësimit në të njëjtën ditë. 4 vende që kryesojnë procesin: Ukraina, Moldavia, Shqipëria dhe Malizi. Shqipëria do të mbyll kapitujt e saj të parë të negociatave. Ndërkohë, politologu Ermal Hasimja vlerëson se megjithëse Shqipëria ka bërë hapa përpara në procesin e integrimit, ky avancim nuk mund të atribuohet vetëm qeverisë. Shqipëria është e vërtetë që ka bërë disa hapa përpara në këtë rrugë, por jo dhe aq për meritat qeverisë, sesa në fakt pikërisht për shkak të një lloji interesi gjeopolitik që ka Bashkimi Evropian për zgjerimin, dhe kjo është treguar në mënyra të ndryshme, në forma të ndryshme. Por gjithsesi, kjo ecuri në procesin e integrimit është të kushtëzuar, kushtet janë bërë të qarta. Sipas tij, avancimi i Shqipërisë dhe Malit të Zi vjen si pasojë e vullnetit të Bashkimit Evropian për zgjerim. Mendoj që avancimi i Shqipërisë, sidomos i Malit të Zi, në fakt në rrugën e integrimit evropian, tregon rreth parë një vullnet të Bashkimit Evropian për zgjerim, një vullnet për t'i ulur pak ato barrierat penguese që ka patur deri tani dhe për t'i inkurajuar këto vende edhe në një kontekst më të gjerë gjeopolitik. Me këtë zhvillim, Shqipëria forcon pozicionin e saj si një nga vendet udhëheqëse të procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, duke hyrë në një fazë të re të negociatave për